Shqipnarën miq gëzuar 2026 dhe kemi thënë që ky 026 përfaqëson 10-ën, përfaqëson 1+0 1-shin, pra është dielli. Dhe si ta rrisim neve këtë energjinë diellore në qenien tonë, sepse dielli përfaqëson gjithashtu shëndetin tënd fizik, sistemin tënd të imunitetit. Në ditët e sotme njerëzit bëjnë veprime që nuk i njohin pasojat e këtyre veprimeve. Dhe në qoftë se neve sigurisht veprimet i bëjmë me trupin, fundja fundit, por pasojat e veprimeve që ne bëjmë me trupin do të vinë jo vetëm në trupin tonë fizik, por pasojat do të prekin dhe gjendjen psikologjike dhe gjendjen shpirtërore, sepse qenia jonë përbëhet nga trekëndshi, trup, mendje, shpirt. Çdo gjë që bën trupin do preki mendjen, do preki shpirtin ose vetëdijen. Tani në meditimin lutësoshëm që u bëjnë tek seancat e mia dhe kemi hapur një grup të ri, jeni të mirëpritur, grupi i ri janarit, kush dëshiron, falas mund të regjistrohet në WhatsApp. Tani mendja dhe trupi janë dy gjëra të cilët ka një hapësirë midis tyre, po në ditët e sotme ato trajtohen si kështu, si të lidhura me njëra tjetrën. Pra çdo gjë që thot mendja, fape bën trupi. Mirë po duhet ketë një ndarje midis mendjes dhe trupit. Pra jo çdo gjë që thot mendja jote, firi fiu ti e bën. Dhe prandaj për këtë gjë ndihmon vetëdia ose shpirti, ajo e vërteta e jotja. Ajo duhet të jetë në drejtimin e trupit dhe vetmja mundësi që shpirti ta drejtojë trupin është duke disiplinuar trupin, ajo që quhet qëndërësimi i trupit, jeni të mirëseardhur për ta mësuar. Vetëdia është diçka që është brenda nesh dhe që shikon mendimet tona. Që të aktivizojmë vetëdijen, neve na nevojitet disiplina e qëndërësimit